Qytetit të Korçës do i shtohet një kampus i ri universitar i pagzuar me emrin Kompleksi i Dijes. Projekti që do të financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit synon që të përfshijë një objekt të ri dhe kompleksin e godinave jashtë funksionit të ish sanatoriumit, duke integruar ato në formë miqësore me mjedisin dhe eficiente në energji. Në këtë vend do të ndërtohet kompleksi i ri i Dijes, i cili do të përfshijë rikonstruksionin e godinës ekzistuese të ish sanatoriumit, por edhe ndërtimin e një godine të re 5 katëshe. Ky kampus i ri universitar me një sipërfaqe mbi 7.000 metra katror ka vlerën e 4.5 milion eurove. Kjo hapësirë e re universitare do të shërbejë për të zhvilluar programet e reja inovative. Godina e re universitare do të ketë në përbërje të saj hapësira moderne për seminare, laborator, ambiente për workshop si dhe një bibliotek. Ndërkohë në projekt thuhet se godina historike e ish sanatoriumit, e cila daton në vitin 1935, e dhuruar nga filantropi Thomas Turtulli, do të shërbejë për rektoratin, administratën si dhe zyrat e stafit e salla mbledhjesh. Deputeti i Qarkut të Korçës Niko Peleshi në një postim në rrjetet sociale shprehet se me këtë kompleks Universiteti Fanoli siguron një infrastrukturë moderne dhe të mjaftueshme për të akomoduar jo vetëm studentët korçar, por edhe të tjerë nga Shqipëria dhe vendet e rajonit. Universiteti Fan Stilianoli në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkinë Korçë tani duhet të punojë paralelisht për të bërë gati programet e reja në partneritet me universitetet e mirënjohura, që do të mbushin me studentë të shkëlqyer hapësirat moderne të këtij kompleksi të dijes. Kampusi i ri universitar pritet ta bëjë Korçën më atraktive për të rinjt dhe profesionistët, duke ofruar mundësi shkollimi bashkëkohore.